Qeveria ju drejtua sot gjykatës kushtetuese me një kërkesë lidhur me vendimin e gjykatës së posaçme, e cila pezulloi nga funksionet qeveritare zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balloku. Sipas raportimeve, në kërkesën e kryeministrisë thuhet se kërkohet shqyrtimi i konfliktit të kompetencës ndërmjet kryeministrit dhe këshillit ministrave dhe gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të këshillit të ministrave. Qeveria kërkon shfuqizimin e vendimit numër 118 datë 19/11/2025 të GKK-s për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese, si edhe pezullimin e vendimit të mësipërm të GKK-s deri në përfundimin e gjykimit të kësaj kërkese nga gjykata kushtetuese. Qeveria në argumentet e saj referohet nenit 103 kushtetutës ku shprehimisht thuhet: ministër mund të caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet. Ministri nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose antar i organeve të shoqërive fitimprurse. Antarët e Këshillit Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Në reagimin e tij lidhur me vendimin e gjykatës së posaçme, kryeministri Edi Rama e konsideroi të gabuar ndërhyrjen e SPAK-ut dhe GKK-s për të urdhëruar pezullimin e një ministri. Rama tha se vendimi i gjykatës së posaçme është shfaqje e një pushteti krejtëri dhe reflekseve antidemokratike. Një ditë më parë u bë publik një vendim nga gjykata e posaçme lidhur me zëvendës kryeministren Belinda Balloku, sipas të cilit ajo duhet pezullohej nga funksionet qeveritare. Seanca e rivlerësimit masës do të mbahet në gjykatën e posaçme rreth orës 9 së shtunës, ku palët do të paraqesin pretendimet e tyre. Kjo është hera e parë që SPAK ka kërkuar në gjykatë pezullimin nga detyrat të një funksionari të lartë, më konkretisht në pozicionin e zëvendës kryeministrit.